Nga atje, por për të qenë të qartë dhe duke u referuar thjesht presidentit Trump, i cili gjithë këto ditë ka dhënë goxha intervista, dhe ka sqaruar goxha, ai thotë që shiko, unë jam tani mund filloj në minimale, mund të them, shiko, unë shkatrova një investim prej $2 trilion të bërë për 50 vjet nga regjimi i Iranit, e kam dobësuar Iranin, Irani nuk mund të jetë më bulli i lindjes mes, nuk ka më kapacitete të sulmoj ose të intimidoj rajonin dhe më gjërë, mbetet vetëm kjo ngushtica e Hormuzës, e cila do të ketë rëndësinë e saj edhe për 2-3 vjet jo më shumë, atëherë këtu të gjitha aleatët duhet bashkohemi dhe ne kemi kapacitetet që me këtë regjim të dobësuar mund ta përballojmë mbajtjen hapur të ngushticës së Hormuzës. Nga ana tjetër kam shenja dhe informacione të mirë besueshme që në këtë moment administrata është në bisedim edhe me qeverinë alternative, qoftë kjo koalicioni i princit të kurorës apo një koalicion me i gjërë, dhe kjo që e të merron shumë Iranin dhe që e detyroi që të lutet, me të vërtetë, kjo është e vërtetë që janë lutur, për bisedën është fakti që Trumpi i la kuptoj, shiko, unë nuk ju heq sanksionet, unë nuk ja shkri, ju mbajt ngjyra kontot bankare, ju nuk jeni në legjitim si regjim, sepse ju vetëm gënjeni, ju vetëm sillni fatkeqësi, ju vrat 40.000-50.000 iranian me një të rënd të lapsit, ju nuk jeni më përfaqësues legjitim, unë kam për atë qeverinë alternative, unë merrem me ato, para do t'ju jap kësaj qeverie alternative në ekzil, për një të skem që bëri Ayatollahu 50 vjet më parë për të ardhur në pushtet, atëherë Trumpi po thotë, ka unë këtë gjë po bëj dhe ju vazhdoni aty deri në momentin që ka të dhëna që ka organizime në brenda Iranit edhe armatimet popullsisë, të cila në një të ardhmen gradualisht mund të provokojë edhe një unrest, si quhet, ose një lëvizje nga brenda, me ndihmë nga jashtë,